Pas çdo fluturimi që ulet apo ngrihet, me saktësi në pistë ekziston një ekip i cili punon me saktësi dhe disiplinë dhe koordinim të lartë vëmendjes së pasagjerëve. Është një proces kompleks ku çdo sekond ka rëndësinë e vet dhe gabimet nuk tolerohen. Sot do ndalemi tek një rol kyç në këtë zinxhir të gjatë, koordinimi i një avioni në tokë, nga momenti që mbërrin deri në nisjen e tij drejt pistës. Një nga profesionet më interesante që kemi sjell ndonjëherë në këtë studio dhe jam shumë e lumtur që kemi një vajzë që e bën këtë profesion si koordinatore fluturimi. Ajo është shumë dimensionale, se gjithashtu ka dhe një post shumë të rëndësishëm që është ai i ambasadores, por nga ana tjetër edhe ka një zë të mrekullueshëm. Duhet ta kuptoni që kur ajo është në pistë, avionët ulen but. Jemi me Wendy Bulkun. E zbresim Wendy në pistë. Koordinatoren e fluturimit. Mirë se vjen. Artiste. Mirë se ju gjeta. Mersi të kemi në studio, Wendy. Sa dimensionale je ti, nuk dim nga t'ja nisim më parë, po si fillim le ta nisim nga ky rrugtim 10 vjeçar që ti ke bërë me një profesion të kësaj natyre. Ti je ajo vajza që kujdesesh që ne të ulemi të sigurt. Po për të ullur duhet të ngrihemi njëherë. Si që thatë ju, është një punë shumë dimensionale, do me thënë është një ekip i gjërë që kujdeset për sigurinë e pasagjerëve për avionin në tokë dhe në ajër. Për pjesën në ajër është ekuipazhi fluturimit, janë pilotët, cabin crew që kujdesen. Për pjesën në tokë është i gjithë stafi ground crew, ground handling që kujdesemi për çdo proces që të shkojë sa më mirë. Mirë, Wendy, na trego pak, si përkthehet një ditë e jotja në momentin që avioni prek tokën. Alma me pak? Sepse besoj është ky funksioni, roli, apo jo? Apo e kam gabim? Jo, nuk e ke gabim. Mund të bëm dhe unë? Po patjetër. Kushdo që ka dëshirë, kushdo që ka pasion për këtë punë, sepse është një punë që kërkon shumë pasion. Në momentin që do thjesht të bësh një punë, më mirë mos u fut fare në aeroport. Duhet vërtet ta duash, ta adhurosh, t'jesh pjesa asaj bote, kërkon shumë mund dhe shumë djers. Është një punë me shumë adrenalin. Si është një ditë e jote? As një ditë nuk është njësoj. Do me thënë, nëse një person që bën një punë, unë e them një punë normale, një punë administrate, një orar 8-5, 7-3, ka atë rutinën që çdo ditë është njësoj, këtu as një ditë nuk është njësoj. Çdo ditë është plot me surpriza, një ditë nuk i ngjason tjetrës, mund të kesh procedura emergjente që duhet i zgjidhësh me shumë kujdes. Por ka dhe ditë të qeta, nuk mund të them që gjithmonë është luftë. Është periudha e dimrit ku nuk ka shumë fluturime, periudha Sezoni veror, besoj, është ajo më që ngarkuar. ne kullojmë aty nga djersët, është shumë e lodhshme në verë. Wendy, duket shumë e bukur për t'u përshkruar dhe për t'u treguar mënyra se si ju funksiononi si një ekip i gjithë, i tërë. Ka momente të vështira, ka momente sfiduese, ka momente ku ndoshta ju nuk duhet shfaqni as pak panik, por duhet reagoni në kohë. Po, sepse në aviacion çdo gjë sillet rreth kohës. Është një minutazh i caktuar që duhet respektuar. Ne nuk kemi të gjithë kohën e botës për të bërë ato punët tona. Duhet respektojmë një minutazh. Çdo kompani ajrore ka një minutazh të vetin që ne duhet ta respektojmë në detaj, në limit. As një minutë nuk tolerohet vonesë, për çdo vonesë aeroporti penalizohet me gjoba nga kompani. Dhe patjetër për çdo vonesë ka dhe një arsye, nuk mund të themi që vonesat nuk ndodhin, por ne për këtë jemi aty që të kujdesemi që çdo gjë të shkojë vaj dhe mos të kemi probleme të natyrës. Do na ilustrosh. Do doja shumë që ti të na tregoje se si ti me këtë buzëqeshje kujdesesh që avionët dhe pasagjerët të ulen të sigurt. Patjetër. Atëherë, këto shkopinj kanë funksionin e marshallimit që quhet drejtimi i një avioni në momentin që ai prek tokën. Janë vendqëndrimet në pistë ku ne qëndrojmë dhe në këtë pozicionin ku unë jam këtu, duhet të jem ballë për ballë me kabinën e pilotimit që ai të më shikojë. Do me thënë fushpamja duhet të jetë absolute. Çdo avion ka vendqëndrimin e vet, siç e pat edhe në tokë janë disa shenja, disa marka,
ku jo çdo avion ka një vend të caktuar, ndryshon në bazë të avionit. Pra dhe të madhësisë, lloj. Dhe të madhësisë, të gjatësisë, gjerësisë, domethënë, ky është për shembull një Boeing 737-800 i kompanisë Ryanair ku duhet pozicionohet në mes tek dyshi. Nëse kemi të bëjmë një Airbus 321 Neo, ai është shumë i gjatë dhe ai duhet parkuar tek nishi, duhet sjell dhe pak më përpara nishit, në mënyrë që ajo viza e kuqe që ndan vendqëndrimin me taxiway që quhet zona restricted area, ku aty është vetëm zona ndaluar, zona ku manovrojnë avionët, ajo të jetë e lirë, domethënë mos të ketë pengesa. Dhe si janë sinjalistikat që ti bën? Domethënë, unë momentin që jam përballë avionit duhet t'i mbaj krahët lart. Po. Që ai të më shikoj. Gjatë ditës nuk i ndezim dritat. Nuk është nevojë. Gjatë natës, po, sepse duhet na shikojnë, ai nuk na shikon nëse. E zëm është natë. E zëm është natë, unë i kam të ndezura. Okej. Nëse është mjergull, këto duhet të pulsojnë. Okej, përflojmë dhe funksionin e dritës pulsuese. Kjo, në momentin që këto pulsojnë, do të thotë që kemi një vizibilitet shumë të ullët dhe vetëm në këtë mënyrë ai mund të më shikoj. Se në qoftë se unë i mbaj statike, do njëherë nuk më shikon si duhet. Dhe duhet i mbaj sa më lartë duart, sepse ai është goxha lartë. Sa herë në ditë bën? Unë këtë mund ta bëj 7-8 herë në ditë. 7-8 herë. Po. Varet nga fluksi, sepse dita nis me një briefing, ne kemi një përmbledhje të ditës, sa fluturime ka kjo ditë. Pra është një protokoll. Është protokoll, po. Kemi një ndarje ditore të gjithë ne si punonjës të pistës, ku gjithë secili ndan detyrat e veta. Unë kam një ekip që punon bashkë me mua, kam punëtorët që merren me ngarkimin dhe shkarkimin e bagazheve, që ato duhet jenë gjatë gjithë kohës në koordinim me punën që unë bëj. Unë duhet t'i paraprakisht t'i njoftoj se çfarë do bëjmë. Kjo është fillimi i ditës së punës pak a shumë. Informoj punonjësin, hallka e parë, kemi këtë avion, këtë, ka që shkoa që duhet ta menaxhojmë, duhet të bëni këtë, ndahet puna në fillim. Më pas, vjen avioni në vendqëndrim, ne duhet jemi 5 minuta, 10 minuta para uljes aty për të kontrolluar pistën për çdo objekt të dëmshëm, sepse patjetër aty ku qëndron avioni duhet jetë zona shumë e pastër. Nuk duhet ketë asnjë mbeturinë në tokë, sepse patjetër ndikon në sigurinë e fluturimit edhe në dëmet strukturale të avionit. Momentin që unë i kam duart këtu, ai më shikon që e kupton që unë këtu, ky është gate-i im, kjo është porta ku unë do qëndroj, ku do parkohem. Momentin që hajde drejt meje. është si që jemi në makinë, kur jemi duke parkuar makinën e dim shumë mirë se çfarë duhet të bëjmë, nga duhet ta kthejmë timonin që ta parkojmë sa më mirë, edhe ai e di shumë mirë se si ta pilotoj, patjetër, sepse ai është piloti. Sigurisht. Por, çfarë ndodh, në momentin që hunda arrin një pikë tek ajo viza, ai nuk ka më vizibilitet, ai nuk shikon dot vijën e drejtë dhe prandaj jam unë aty. Ti bën një X? Unë bëj një orientim, ktheu, drejtohu, nëse ai më vjen shumë shpejt, nga dalso pak, pastaj vazhdoj prap, hajde. Momentin që e shikoj që ai po afrohet drejt linjës finishit, ku duhet të stopoj, ulen duart për poshtë, dhe ai e kupton që duhet të ngadalsoj, dhe duart ngrihen shumë avash, dhe bëhet një X. Dhe bëhet një X që duhet të stoposh. Në momentin që stopohet, bëjmë edhe shenjën e dorës, shtu, vendos frenat, sepse është pika më kyçe, më kryesore, më kritike, frenat. Ai duhet ta vendosi, siç janë frenat e dorës në makinës. Janë këto frenat kështu, Nuk keni shkuar ndonjëherë në kabinën e një avionit, pak në pilotimit, që të kuptojmë pak se si janë frenat e dorës edhe frenimi. Mirë, se Wendy është tu edhe mund të na jap kjo eksperiencë njerë. Wendy, kam një pyetje për rrugtimin tënd, është shumë interesant. Në moshën 18 vjeçare ke qenë goca check-init, apo jo? Dhe pastaj ke punuar si stewardess dhe tani je në këtë pozicion pune. Rrugtimi, cila nga eksperiencat ka shijuar më shumë? Dhe pse hoqë dorë nga ato dy të parët për të përfunduar tek kjo që ti aktualisht zotëron? Për një rritje profesionale, patjetër, sepse
kam qenë në një moshë shumë të vogël kur kam nisur në aeroport. 18 vjeç. 18 vjeç. Po eksperienca ime e parë e punës ajo ka qenë si agente check-in, kontakti parë me pasagjerin, me njohjen e procedurave të aeroportit. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, shërbimi ndaj klientit unë e quaj gjithmonë një eksperiencë që të rrit jashtëzakonisht, të mëson se si të sillesh, si ti menaxhor situatat nën presionin që ka dhe aeroporti patjetër. Por mendoj që në momentin që ti pretendon nga vetja të kesh një rritje profesionale, të jesh dikushin në atë çfarë ti synon të jesh në jetë, patjetër që duhet heqësh dorë nga diçka, të vazhdosh dhe të ngrihesh avash, ti ngjisësh shkallët për të qenë aty ku ti dëshiron të jesh në të ardhmen. Agenten e check-init patjetër unë e kam shijuar, ka zgjatur diku te 2 vite e gjys, 3 vite. Më pas kisha qef të provoja dhe profesionin e stewardesës, më duke gjithmonë shumë interesant, por duhet jesh mbi 20 vjeç që ta ushtrosh, patjetër unë isha 18 dhe nuk mund ta bëja, por thash, po futem një herë si check-in, pastaj avash, po e shikoj mundësinë. Dhe sa punove si stewardess? Si stewardess kam punuar 2 vite. 2 vite për kompaninë shqiptare Alba Wings, që tani nuk ekziston. Është në pjesë të tregut, po? Ka falimentuar si kompani, por dhe atje kam shijuar jashtëzakonisht shumë, trajnimet, certifikimet, ajo punë më ka pajisur me trajnime ndërkombëtare, që më hap dyert kudo që unë mund të shkoj. Dhe nga stewardess, no? Po, nga stewardess në turnaround coordinator. Tani, nga check-ini në stewardess, nga stewardess në koordinator e fluturimi. Cili është target i radhës, e një target keti? Pilote! Jo, nuk e bëj dot. Ne do fluturoni me ty. Faleminderit e vlerësoj, është jashtëzakonisht shumë gjë e bukur ta shikoj rreth vetes besimin që kanë njerëzit tek puna ime, por nuk e kam në synimet e mia të jem pilote. Unë di që ti do të bësh këngëtare, do ta lësh edhe koordinimin. Këngëtare, unë pasionin për muzikën e kam gjithmonë me vete, por e kam shprehur që mundësitë në Shqipëri nuk janë aq të larta, aq të mëdha për artistët e rinj, dyert gjithmonë do jenë gjysmë të hapura, gjysmë të mbyllura. Duhet të tentosh shumë, duhet kesh dhe shumë mundësi ekonomike, duhet kesh dhe shumë njohje që të arrish të futesh në tregun e sotshëm që ka shumë, po shumë artist pa fund, por prandaj unë kam zgjedhur të kem një punë stabil, siç është ajo në aviacion, për të pasur stabilitet në jetë, sepse me muzikën në Shqipëri fatkeqësisht jo të gjithë arrin të mbijetojnë dhe të ecin përpara. Wendy, ti ke një të mirë shumë të madhe dhe besoj këtë ta thon shpesh që ti e do këtë punën që bëni. Ke shumë pasion, sigur flet, edhe për rolin që ke si koordinator e fluturimit. Dhe është gjysma e punës për t'ia dalë në banë. Faleminderit shumë për këtë rrëfim personal tëndin, për të kuptuar dhe ne të dy se si ulen avionët. Edhe se sa punë duan pas. Ju falenderoj. Jemi sigur që do e hasni Wendy shumë shpesh dhe tani do e identifikoni edhe përmes kësaj interviste. Gjithmonë mirë pritur, sepse automatikisht lind dëshira për të patur edhe një herë në studio për një bisedë më të gjatë, për të zbuluar dhe sekretet e punës, sepse nuk i dihet, thoshta edhe ne e lëm studion dhe bëhemi pjesë aviacionit. Ishte Wendy Pulkuene në studio. Faleminderit shumë. Bëhemi gati me një herë sepse pas pak, siç edhe Suliani e prezantoi në segmentin e kuzhinës, do të vi një profil i realizuar nga Joana Ndoci me një vajzë shumë të guximshme si Stella Brakaj, e cila ka zgjedhur që çdo vështirësi që i ka sill jeta ta kthejë në favorin e saj edhe mos u largohet asnjëherë pasioneve, që nga dita e vajzave të forta sot. Mirë, ne shihemi nesër në ditën e fundit të javës, sepse është e premte, e deri atëherë ne ju themi ju duam shumë. Ju duam shumë. Shihemi nesër.